Trashëgëmia kulturore europiane, qytetet si hapësira të identitetit të përbashkët europian. Ishte kjo tema një leksioni të hapur i mbajtur në Bibliotekën Shkencore të Universitetit të Shkodrës nga profesori Pavel Kubiki, pedagog në Universitetin Jagiellonian të Krakovit, Poloni. Ai prezantoi rezultatet e një projekti kërkimor mbi trashëgëminë kulturore europiane dhe rolin e saj në jetën e qyteteve bashkëkohore. Qyteti nuk është thjesht një qendër politike dhe ekonomike, por një gjenerues i kulturës që mund të shihet si një mozaik tekstesh dhe simbolesh. Zhvillimi i shoqërive që nga antikiteti, periudha e rilindjes deri në ditët tona, ka qenë ngushtësisht i lidhur me jetën urbane që është edhe zemra e çdo qyteti. I datorja leksionit pedagogja Universitetit të Shkodrës Valbona Karakaçi solli këtë qasje duke e lidhur me sfidat e qyteteve sot dhe veçnarisht me Shkodrën. Sot Shkodra, si të gjitha qytetet, ndollet mes traditës dhe modernitetit. Ajo mbart një trashëgimi që na bën krenar, ndërsa kërkon rrugë të reja zhvillimi. Roli i saj mbetet jetik, si ruajtëse e kujtesës, si qendër e kulturës dhe si urmes të kaluarës shqiptare dhe së ardhmes europiane. Ky aktivitet i organizuar nga Universiteti Luiq Gurakuqi në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër kishte si qëllim forcimin e bashkëpunimit ndër-institucional dhe adresimin e temave që lidhen me qytetin, trashëgëminë kulturore dhe zhvillimin urban.